Dhe Yunusi bëri gabim, pa dashje. E thiri popullin e vet, e thirin Islam, u mërzit dhe iku pa I marrë leje Zotit. Pra, pejgamberët e kanë pas që e lën amanetin e thirrjes së popujve të tyre mbasi Zoti I jep leje. Për shembull, pejgamberi kur shkoi nga Mekka në Medinë, mbasi Zoti e lejoi. Shkoi ke Abu Bekri dhe I tha Zoti im ka lejuar të largohemi nga Mekka për në Medinë. Pra asnjëherë pejgamberët nuk e kanë lënë misionin, vetëm kur Zoti I ka thonë mjafton se nuk kthehen më ato njerëz në besim. Dhe Yunusi e bëri këtë gabim dhe u largu nga ky popull me niyetin e mirë, që të largohem nga I popull që nuk don të besoj. Dhe hipit një anije me shku në një vend tjetër, ndoshta gjente I popull tjetër që mund të kthente në besim. Dhe mendoi që nuk do të kufizohet, dhe nuk do të sprovohet, dhe nuk do t'ja quajë Zoti për të madhe, por nuk ndodhi kështu. Hypi në anije edhe deshtiki në një vend tjetër. Zoti mallnushëm I ngreti dallgët, erdhën rejet afër anijes, shkreptima, bubullima, një situatë të mëshme. Njerëzit në atë kohë kishin një traditë. Kur ndodhte ndonjë gjë në një anije e tillë, ato thonin një person në këtë anije është mëkatari për cilin po ndodh kjo. Dhe hidhshin short, kujt I binte shorti, ai njeri ishte gabimtari dhe në fakt 3 herë I ra Yunusit alayhis salam. Dhe ato e hidhnin det. Dhe Yunusi alayhis salam mbeti në errësirat e detit, të peshkut që e mori edhe të natës. Zoti I gjithësisë ka thënë Kur'an. Tani po flasim për shahadetin e fuqishëm që del jo me dinakri si faraoni, por shahadet që ti e ke kalu jetën me Zotin tënd. Yunusi alayhis salam vetëm ishte fal, vetëm e kishte madhëruar Zotin, vetëm kishte bërë vepra të mira, vetëm e kishte thirrë popullin në të drejtën, kishte qenë I durueshëm, kishte qenë me moral të lartë, si pejgamberët e të madhit Zot. Dhe kur u qënd në errësirat e mëdha të detit, peshkut edhe të natës, 3 errësirat, thot Zoti I gjithësisë sura Anbiya. Fenada fi dhulumat, dhe e thiri Zotin, e luti Zotin në errësirat, në shumës janë këto 3 errësirat që ne tham. Çfarë tha? Shahadeti. La ilaha illa ant. Nuk ka Zot tjetër përveç teje. I tha Zoti, drejt s'kishte më, siç ndodh me të gjithë ne. Musliman apo muslimane, besimtar apo besimtare, në ditë vështirë, domethënë për I besimtar është e palogjikshme thrasi dikëm tjetër, nuk ndihmon dot. Tha la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. E kuptoi Yunusi që Zoti ishte hidhur, pa e kuptoi me vonesë dhe tha nuk ka Zot tjetër përveç teje. Ne duhet t'ia themi vetes tonë dhe gjithë vëllezërve dhe motrave që na ndjekin. Nuk ka gjë në këtë univers, jashtë këtij universi, kudo më me peshë, më me vlerë, më mallëngjyse, më emocionale se sa fjala Zot. Fjala Zot është fjala më me peshë, fjala më gjigante, fjala që s'do ta humbi askush. Dhe Yunusi tha, nuk ka Zot tjetër përveç teje, ti je I patmeta, unë kam bërë mëkat dhe domethënë ti je patmeta, unë jam me tmeta, unë bëra gabim. Thot Zoti I gjithësisë festajabna lahu. Ju përgjigjem direkt Yunusit. Fanajjaynahu min al-gham. Dhe e shpëtuam atë nga ajo situatë shumë e vështirë që ishte. Allah. Dhe mbyllet vllai dashur ajeti wa kadhalika nunjil mu'minin. Kështu I shpëtojmë besimtarët. Dhe pejgamberi ka thonë, dëgjojeni këtë ajet, kështu I shpëtojmë besimtarët, jo vetëm Yunusin. Çdo besimtar dhe besimtare ndershme, që në një kohë vështirë, në një situatë vështirë të çdo lloji, thot la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, ti je Zoti një dhe një vetëm, ti je I patmeta, unë I bëra pa drejtësi vetes time, do ta nxjerrë Zoti thot nga çdo ngushtisë, nga çdo hall, nga çdo sprovë që mund të ketë. Interesante, në momentin e faraonit përmendëm Xhibrilin, në momentin e Yunusit, çfarë thonë engjëjt kur e dëgjojnë zërin? Engjëjt din nga dituria e tyre ajsa I madhi Zot I jep mundësinë atyre. Si kanë thënë në Kur'an, la ilme lana illa ma allamtana. S'ka dituri për ne vetëm ajo që na ke mësuar ti. Dhe ato gjithmonë dëgjonin zërin e Yunusit duke u fal, duke u lutur me shpirt, duke I fol njerëzve për besimin islam. Tani e dëgjonin, por e dëgjonin më larg, sepse kuptohet që Yunusi në këtë sprovë filloi të smuret. Dhe e dëgjonin më pak dhe I thanë, o Zoti I madh I gjithësisë, e dëgjojmë zërin e njeriu më të mirë sipërfaqen e tokës, po e dëgjojmë atë më dobët dhe e dëgjojmë atë më larg. Tha Zoti I gjithësisë I thotë engjëve, unë thot e kam burgosur profetin tim për një afat saktuar për një gabim që ka bërë. Por kur tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ti je Zoti një dhe një vetëm, ti je I patmeta, unë I kam bërë pa drejtësi vetes time,
e shpëtoi dhe çfarë thot ajeti? Sikur mos ishte nga njerëzit përpara që e kishte përmendur Zotin dhe madhëruar shumë, ai do të ngelte aty gjithmonë.